Në futbollin shqiptar, fundjava sjell emocione të forta. Vllaznia arriti një fitore të rëndësishme ndaj Dinamos në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Final 4 me rezultatin 2-1. Golat për shkodranët u shënuan nga Balaj, i cili realizoi 2 herë nga pika e bardhë, ndërsa Dinamo ngushtoi diferencën në minutat e fundit. Ndeshja nuk i shpëtoi polemikave, ku vendimet e gjyqtarit u debatuan gjatë. Ndërkohë, Tirana ka siguruar mbijetesën në elitën e futbollit shqiptar pas një fitore minimale 1-0 ndaj Pogradecit, në një përballje të tensionuar të vlefshme për play-out. Me këtë rezultat, kryeqytetasit sigurojnë pjesëmarrje në superiore edhe për sezonin e ardhshëm. Në arenën e basketbollit, Beslidhja nga Lezhë ka shkruar historinë duke u shpallur kampione e Shqipërisë për meshkuj. Ekipi tregoi vazhdimsi dhe dominim gjatë gjithë sezonit, duke mbyllur një vit të suksesshëm me trofeu në duar. Për sa i përket futbollit të femrave, vllaznia vazhdon të tregojë supremaci. Vajzat shkodrane fituan me rezultatin e thellë 15-0 ndaj Teutës, duke mbyllur fazën e rregullt në vendin e parë dhe duke kaluar automatikisht në fazën finale të kampionatit. Ndërkohë, një lajm i madh për sportin shqiptar vjen nga ciklizmi. Gara prestigjioze Giro d'Italia 2025 do të nisë këtë vit nga Shqipëria, me trofeun që do të prezantohet në Durrës më 9 prill. Kjo është hera e parë që gara nis nga vendi ynë dhe përfaqëson një moment historik për sportin dhe turizmin shqiptar.